Autostrada Trebenish-Qaftan nuk do të anulohet, por do të bëhet projekt i ri për atë segment, thonë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Zëvendës ministrja Kaltrina Zekolli tha për televizionin 21 se me të marrë vendimin në letër nga UNESCO, do të angazhojnë procedurat e riprojektimit për të evituar zonat arkeologjike të trashëgimisë kulturore, por pa e cënuar as edhe mjedisin jetësor sipas vërejtjeve të tyre. Zekolli hedh poshtë zërat që ky segment do të përfundojë në Ohër, duke theksuar se në riprojektim lidhje do të bëhen edhe për qytetin e Strugës dhe të aeroportit të Ohrit në segmentin e korridorit 8. Neve kemi ngatresa në kuptim të asaj sepse kur është bë projektimi nga qeveria e kaluar, nuk është marrë mendim nga UNESCO për skaj ndjeshmërisë që ka kjo zonë. Realisht kjo zonë është e pasur me relikte arkeologjike, megjithatë nuk kemi ende një vendim konkret, presim vendimin e UNESCO-s, por ajo çfarë është shumë e rëndësishme të theksohet në këtë drejtim është se lidhshmëria me fqinjun tonë shqiptar do të realizohet. Neve po shohim opsione tjera në ndërkohë riprojektim, modalitete të ndryshme për ta bërë këtë lidhje. Por megjithatë ka ekspertë të cilët janë të kësaj fushë, të cilët po shohin mundësi se si kjo lidhje të bëhet, por një gjë është e sigurt që lidhja e Strugës me Shqipërinë, me Qaftanën do të realizohet padyshim. Por nga opozitarja e BDI-s sërish reagojnë se arsyetimi i UNESCO-s është perde e syve për opinionin. Faton Pollozhani tha se me vlenin në pushtet jo vetëm që nuk ka zhvillim, por po zhbëhen edhe projektet dhe arritjet që janë ndërtuar ndër vite. Sipas tij, anulimi i segmentit Trebenish-Qaftan nga korridori 8 është dëshmi e qartë. Kjo nuk është vetëm anulimi një rruge, kjo është anulim i një perspektive zhvillimi, i një korridori strategjik dhe një interesi të madh shtetëror. Arsyetimi se kjo po bëhet për shkak të UNESCO-s është një justifikim i dobët për ata që duan të gjejnë arsye për të mos bërë punë. Kur ka vullnet politik, gjenden zgjidhje. Kur nuk ka vullnet politik, gjenden arsye. Problemi nuk është teknik, problemi është i qëllimshëm dhe politik. Dhe për këtë përgjegjësia bie drejt për drejt mbi Vleni. Vleni është pjesë e qeverisë. Vleni mban përgjegjësi. Por për projekte që lidhen drejt për drejt me Shqipërinë dhe Kosovën, nuk kemi parë asnjë reagim, asnjë kundërshtim, asnjë qëndrim. Ndryshe një muaj më parë përfaqësues të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në Paris, gjatë takimit me 4 ministra tanë dhe 2 krerët e komunave, ju dhanë 8 vërejtje për zonat e mbrojtura të liçenit të Ohrit, prej të cilave vetëm njëra ishte për autostradën e korridorit 8 dhe të tjerat për ndërtimet pa leje të objekteve buz liçenit. Ndërkohë nga pjesa e Shqipërisë punimet po vazhdojnë për lidhjen e korridorit 8 me autostradën drejt vendkalimit kufitar Qaftan, megjithëse fqinji ton UNESCO i ka bërë njësoj rekomandime për punimet në zonën e mbrojtur të liçenit të Ohrit. Pritet që dhe godinat e kufirit të Qaftanës të zgjerohen nga të dyja anët.